Buxheti i Komunës së Gostivarit gjatë vitit 2014 është mbushur me mbi 96 milion denar, apo mbi 1.500.000 euro nga lejet e ndërtimit dhe aktvendimet e lëshuara për rregullimin e statusit juridik të objekteve të ndërtuara pa leje. Jeton Salia, përgjegjësi i sektorit të urbanizmit në Komunën e Gostivarit, thotë se viti 2014 vlerësohet i suksesshëm në këtë drejtim, ka fakti se realizimi ka arritur masën mbi 90% të parashikimeve. Janë lëshuar gjithsejt 142 leje ndërtimi, si dhe 608 aktvendime për rregullimin e statusit juridik të objekteve të ndërtuara pa leje. Brenda vitit që lan pas nga sektori i urbanizmit në Komunën e Gostivarit janë lëshuar gjithsejt 142 leje ndërtimi, si dhe 608 aktvendime për rregullimin e statusit juridik të objekteve të ndërtuara pa leje. Nga këto kategori, buxheti i Komunës së Gostivarit ka inkasuar mbi 96 milion denar, apo mbi 1.500.000 euro. Jeton Salia, përgjegjësi i sektorit për urbanizëm në Komunën e Gostivarit, thotë se viti 2014 vlerësohet i suksesshëm në këtë drejtim, nga fakti se realizimi ka arritur masën mbi 90% të parashikimeve. Gjithsejt me mbylljen e vitit 2014, sektori i urbanizmit ka lëshuar 142 leje ndërtimi dhe ka rritur nga viti paraprak me 51% nga numri i përgjithshëm, ose 48 leje më tepër. Të hyrat e realizuara deri më 31 dhjetor 2014 nga lejet e ndërtimit kapin vlerën 60.143.254 denar, apo 90% realizim. Nga aktvendimet për rregullimin e statusit juridik të objekteve të ndërtuara pa leje në llogaritë të komunës kanë shkuar mbi 36 milion denar. Aktvendime për rregullimin e statusit juridik të objekteve të ndërtuara pa leje janë kryer 608. Pra kemi 608 aktvendime të plotfuqishme dhe lëndë të tjera të cilat i kanë të plotësuara. Të hyrat nga legalizimet janë 36.552.527 denar, vion Salia. Me këtë rast, Salia njofton se procesi i legalizimit të objekteve i filluar në vitin 2011 do të përmbyllet gjatë vitit 2015.